Një konflikt i ri pronësie ka shpërthyer në fshatin Boçov të Fierit, ku 10 familje që zotrojnë rreth 10 hektar tokë po përballen me një situatë të pazakontë mbi vendosjeje pronësie. Banorët thonë se toka është në pronësi të tyre prej vitesh, ndërsa paguajnë rregullisht taksat. I vetmi dokument që u mungon është certifikata e pronësisë, të cilën kanë tentuar ta marrin në vitin 2024. Sipas tyre, pikërisht në këtë fazë hasën probleme. Kur shkuan për të marrë certifikatën, a thanë se kishte mbivendosje. Nuk e kuptojmë si është e mundur, sepse ne e përdorim tokën prej dekadash dhe e paguajmë taksat çdo vit, shprehen banorët. Sipas familjarëve, në dokumentet e sistemit të kadastrës ka dalë një pretendim i ri pronësie nga kompania Bervi Construction, e cila rezulton të ketë paraqitur interes për parcelat në fjalë. Banorët dyshojnë se në zonë po përgatitet një projekt i madh ndërtimor, ndoshta i lidhur me kompani të tjera që operojnë në infrastrukturë. Sipas informacioneve që qarkullojnë mes banorëve, për zonën mund të jetë interesuar edhe kompania Salillari, e cila ka sjellë prej kohësh makineri në rajon. Sipas burimeve në terren, projekti mund të lidhet me instalimin e paneleve diellore, por në fakt kompania Bervi Construction rezulton të jetë në pronësi të biznesmenit Pollum Salillari. Familjet e prekura kërkojnë ndërhyrjen e institucioneve të pronësisë dhe të drejtësisë për të verifikuar kush e ka realisht pronën, pse është regjistruar mbivendosja, kush e ka depozituar pretendimin në emër të kompanisë dhe apo planifikohet zhvillimi i zonës pa njoftim të komunitetit, shkruan Syri. Konflikti pritet të thellohet nëse institucionet nuk japin një sqarim të qartë mbi situatën e pronës në Boçov.